Ne nuk do të heshtim përballë keq menaxhimit dhe shkeljes së ligjit. Ne si komunitet i kemi 6 kërkesa këto sot për komunën e Prishtinës. E para, sterilizim kastrim masiv për të ulur dukshëm numrin e qenëve në rrugë. E dyta, vedisim me mbështetje për familjet që mbajnë qenë, që ata të mos i braktisin dhe të sterilizojnë qenë të tyre, pasi që ata janë burim kryesor i shtimit të numrit të qenëve ndacak. E treta, vedisim të qytetarëve për të ulur frikën dhe për t'i përfshirë në zgjedhjet e problemit. E katërta, strehimore që respekton ligjet dhe mirëqenien e kafshëve. Kërkesa e pestë, politika të bazuara në të dhëna jo në improvizime. Kërkesa e gjashtë, përfshirjen e qytetarëve dhe shoqërisë civile në çdo vendim që prek kafshët e pambrojtura të qytetit dhe Kosovës. Atëherë, ne jemi sot këtu për të kërkuar llogari nga komuna e Prishtinës. Jemi këtu sepse paraja publike nuk është lojë dhe qenët ndacak nuk janë numra, janë qenie të gjalla që meritojnë kujdes dhe mbrojtje. Të gjithë ne pajtohemi që qenët ndacak nuk duhet të mbeten në rrugë, pasi përveç rrezikut për qytetarët, edhe veçantë janë viktima të abuzimit dhe neglizhencës. Për të arritur në një zgjedhje të vërtet, duhet masa të menduara mirë, të qëndrueshme dhe që adresojnë burimin e problemit dhe jo vetëm pasojat. Komuna e Prishtinës po vepron në mënyrë të njëanshme, duke strehuar qenë jashtë standardeve ligjore, pa transparencë dhe pa përfshirje të qytetarëve dhe neve si aktivist për mbrojtjen e kafshëve. Kjo nuk është zgjidhje, është fillim i problemit. Komuna po merret me simptomat dhe jo me burimin e problemit.